Një vajzë e re që përfundoi shumë shpejt në karrosë me rrota në atë kohë. Ishte pak a shumë moshatare me mua, s'kisha bërë 30 vjeç. Përfundoi shumë shpejt. Kishte edhe njëri tjetër në familje, po me këtë sëmundje, megjithëse nuk është sëmundje gjenetike. Dhe mbaj mend dashurinë që kishte i fejuari për të. S'kam për të harruar e thanë njerëzore. Dhe ajo nuk pranoi të martohet. Ai krijoi familjen e vet me këmbgulin e kësaj. Dhe sa herë është në spital, ai ishte te koka duke bërë shërb. Derisa ajo iku. Pra një histori njerëzore, domethënë, dhe ajo e lumtur, arriti të bëjë tetraplegjike, s'lëvizte as krahët, dhe e lumtur kur ndehej te dera. Domethënë janë ca gjëra që të nguliten edhe të ngelen shumë anë njerëzore brenda, me një grua shumë fisnike ai, sepse ishte edhe gruaja në dieni. Absolutisht. Me një grua fisnike, një familje, domethënë që kishte familjen e vet, fëmijët që vinin, fëmijët shërbenin. Po kjo është Domethënë kërkon është një një gjë forcë që shumë të madhe, karakteri dhe një anë njerëzore shumë të fortë që ta çosh një gjë të tillë përpara, domethënë. pra kemi dhe histori të tilla pafund.